A na çojnë mendimet e këqija, mendimet negative në tradhti? Po, shumë. Sepse njerëzit janë në mungesë të dashurisë. Dhe kështu fillon dhe mendimet negative të çojnë të kërkojnë, sepse nuk janë të plotësuar njerëzimi. Duke qenë një partner ose partner që nuk është i plotësuar, fillon e kërkon të kund. Dhe mendimet janë gjëja e parë që të thonë, kërkoja, kjo qen ka shumë më bukur se sa gruaja jote. Ose ky qen ka më i mirë se sa burri jot. Domethënë fillon e krahasojnë, mendimet fillojnë të bëjnë krahasimet. Mendja jonë është shumë trige, i them ne, që të mundohet me bën me hile. Por nganjëherë nuk na çon gjithmonë në rrugën e drejtë, sepse nuk është rruga e zemrës. Ne nuk ndjekum zemrën, po ndjekum thjesht mendjen, logjikën nganjëherë. Për shembull, është një femër më e re se sa gruaja jote, dhe nuk do të thotë që ajo të do të jetë gruaja jote. Jo, më gëzoju që një shok joti ka gruan e bukur e ka gruan e re, edhe ty gruaja jote e ke të bukur. Është për ty. Bukuria me dashurinë tënde. A është ky boshllëk që e ka rritur kaq shumë numrin e tradhtisë në ditët e sotme dhe a thuhet, a është korrekte kur thuhet se burrat tradhtojnë më shumë fizikisht se sa emocionalisht krahasuar me gratë? Po. Femrat shumica kur tradhtojnë me zemër, e duan dashurinë, nuk e dojnë thjesht lidhjen e trupit, e dojnë dashurinë, e dojnë që të shikohen nga një person tjetër, të kenë një mbështetje, prandaj kanë emocione. Kurse meshkujt duan të shfryjnë atë stresin e ditës, të shfryjnë atë kohën që të jenë të dashur, atë mungesën e nënës nganjëherë, të dashurisë e nënës, e kanë meshkujt më të theksuar se sa femrat, që ato e kompensojnë duke pas nga ana seksuale marrëdhënie me femrat të ndryshme. Dhe thonë, e kompensoja dashurinë që se ka marrë nga nëna, por nuk e marrin, as nga ajo femër. Pra, mund të lidhet me këto boshllëqe, mungesat e fëmirisë, dashurisë apo të neglizhencave që meshkujt apo femrat kanë në fëmijëri, dhe kjo lidhet edhe me tradhtin, pra mund të jetë edhe boshllëk emocional dhe shpirtëror, apo më tepër është në karakter, se ka shumë shprehje për tradhtin, jo e kanë në gen, jo burrat tradhtojnë për këtë arsye, por ato e duan njëri tjetrin, po përsëri tradhtojnë, pse ndodh atëherë? Kur ti e do dikë dhe tradhton. Kjo pjesa e genit është diçka shumë interesante, kush beson, domethënë, për nga paraarsit dhe nga mishërimet e jetëve të kaluara, ka persona që me të vërtet nuk është se janë rritur dhe edukuar me anën e tradhtisë, por në genit e tyre ka nga paraars, nga një gjysh, nga një 4 gjysh, që kanë pas një lidhje, i themun, shpirtërore, genetike, dhe çfarë ndodh, që këto personat më të përdisponuar, i themun, që të kenë pjesën e tradhtisë ndryshe nga meshkujt e tjerë, edhe femrat. Nuk janë vetëm meshkujt, po ta shikojmë me sinqeritet. Sepse ne shikojmë vetëm meshkujt, por femrat tani kanë filluar edhe ato të duan edhe ato, domethënë, të shprehen dhe të shfrejnë nganjëherë, po i them pritni një herë, sepse kjo nuk është thjesht sepse janë krijuar nga familja, nga shoqëria, sepse janë 2 motra, janë 2 vëllezër. Pse njëri është kështu dhe tjetri kështu? Sepse kjo ka lidhje me genet dhe me jetët e kaluara. Nëse një person, për shembull, ka gruan e vet, e don shumë çdo gjë, ai përsëri nuk mund të rrinë pa shikuar një femër tjetër. Sepse ka, domethënë, ka qenë i të dikuar një znob, për shembull, kur e shikoj, lexoj nga ana e të kaluar, jetëve të kaluara, kam vënë re që disa meshkuj kishin qenë për shembull në Angli ose në Francë, në Itali, me ato shkopinjt, me ato, domethënë, po snob që e kanë shijuar jetën duke qenë të pasur dhe kanë shfrytzuar pasurinë nëpërmjet edhe femrave, domethënë, qefin. Po sikur një tjetër dikush që ka qenë pasha, që ka qenë mbret, që ka pas konkubina, sa dush. Kur vjen në këtë jetë si një person normal, thot ku janë konkubinat e mia? Ku janë të dashurat e mia? Sepse akoma në psiqikën e tij, në pavëdije, në genet e tija, në DNA-n bile, në ADN-n ton, është e lidhur. Është të tjetër se kupton. Vjen në mënyrë natyrale. Mirë, po dikush që tradhton, kuptohet? Domethënë, ka disa tipare, shenja që është një tradhtar? Unë dalloj shumë shpejt, sepse kuptohet. E dalloj sepse fillon një ftohtësi, sidomos nëse ka një të dashur të dytë. Ka persona që kanë që e gjejnë dashurinë të një dashur e dytë.
Dhe e dallon sepse nuk e ka me atë ngrohtësinë të familja, jo vetëm të gruaja, por dhe deri tek fëmijët. Fillon e ftofet kjo familje dhe fillon një familje e doppio, i themon, e jetës së dytë, ku ai kërkon dashurin, ku kërkon mirënjohje, ku kërkon që të duket që unë jam dikushi. Dhe e dallon. Një femër që është inteligjente, e dallon fill që diçka ka që nuk shkon. A falet tradhtia? Po. Po? Po. Për mendimin tim është gjëja më kryesore, sepse është një gabim njerëzor nëse ne nuk e falim njëri tjetrin. Sepse mund ta kemi bërë vetë plan. Ne kemi bërë plan që të takojmë njëri tjetrin, dhe në qoftë se gruaja e ka bërë të njëjtin gabim në jetën e dikurshme e burrit, e ka tradhtuar burrin, dhe në këtë jetë burri e tradhton gruan, i thënë është si me qenë duke u hakmarrër, atëherë duhet gruaja të thonë stop, okej, unë të fali, fillojmë jetën së bashku dhe njëherë në fillim, por kuptohet me ndryshim, me dashuri, me respekt në njëjtën. Jo me atë gabimin që bëjnë femrat, sidomos femrat, që ja mbajnë gjithmonë hatrin dhe me atë kujtimin, ti ma ke bërë kështu, ti ma ke bërë kështu. Jo. Ka qenë një gabim, sepse ndoshta ti vetë e ke tërhequr atë gabim. Ne vetë femrat e tërheqim atë gabim në mënyrë të pavetishme. Kur i them, ti si femër e ke larguar nga informacioni atë tradhtin dhe zhgënjimin, sepse ne nganjëherë duam zhgënjimin, duam që të zhgënjehemi, që të thëmë unë jam gjynaf. Për të ndirë pak të... Po jo, nuk je gjynaf, ti duhet të jesh komplet independente, e pavarur nga mashkulli, se dojnë edhe varësin gratë. Nuk kjo varësia na bën që dhe nga herë të përjetojmë këto gjëra, tradhtin, largimin, zhgënjimin. Je vetvetja jote, s'ke nevojë. Burri dhe gruaja janë njerëz që ecin me ne në rrugën tonë, që ndihmojnë njëri tjetrin, por secili duhet të jetë në vetveten e vet i plotësuar, jo që burri më plotëson mua, ose unë e plotësoj burrin tim. Kjo nuk është e drejtë, sepse shumë varemi, kacavjerimi njëri tjetrit. Ti që jeton mes dy realiteteve, ati shqiptar dhe ati austriak. Si tradhtohet në Austri? Kush tradhton më shumë dhe këtu në Shqipëri si e ke parë? Shqiptarët tradhtojnë më shumë dhe më shpesh, kjo është njëherë 100%. Meshkujt në Austri, nëse ato tradhtojnë, ato ndahen. Ndahen me të vërtetë. Dhe më thënë, marrin guxim e thotë, okej, martesa jon ka gjam 20 vite, dhe tani ka ardhur momenti që unë kam gjetë një dashuri të tjetër. E pranojnë në fund. Kurse shqiptarët nuk e pranojnë, paguan një apartament ekstra për të dashurin e tyre, ose vende ekstra, dhe kanë këtë botën doppio, sepse duan imazhin e familjes, që kjo familja ime, kjo nuk më ik, këtu jam unë bosi, kurse kjo tjetra është kështu, për qef, që të plotësoj atë mungesat e mia. Kjo apartamenti si ishte? Kjo apartamenti është që shumë shqiptar e kam vënë re dhe nga ana e Kosovës dhe Shqipërisë, paguajnë apartamente ekstra për të dashurin. Për të jetuar jetën e dytë? Jetën e dytë, me partneren, që thotë, okej, kjo është makina jote, kjo është apartamenti jote, unë vite këty, sa herë që kam dëshirë, sa herë që ndihem i vetëm, i vetmuar, ku kam stres në firmë punë, dhe është një jetë e dytë. Edhe ka shtëpinë tjetër kund me gruan dhe me familjen e vet. Dhe kjo jetë e dytë, sa mund të zgjas? Deri kur gruaja merr vesh. Nëse nuk e merr vesh, ose merr dikush vesh, ose ai mërzitet me këtë dashurën, fillon ajo bëhet monotona dhe thot faleminderit tani. U plake dhe ti dhe një rupat. Të ka ardhur dikush të kërkojë ndihmë për qenit e tradhtuar, apo më shumë kur ka tradhtuar dhe doj që të kërkoj falje apo të heq dorë duke patur parasysh burimin nga ka ardhur tradhtia? Rëndësishme është që nëse një person është gati, duhet jenë të dy gati, jo vetëm njëri. Dhe më thonë, i them grave dhe meshkujve të njëjtën gjë nga zemra ime. Nëse ju doni të mbarni këtë si raport dhe ta bëni më të vërtet unik, i them ktheu dhe një herë kur jeni dashuruar për herë të parë. Ku ka gjë më të bukur. Pa fëmijë, pa ato stresin e punës, të jetës, shpesh herë meshkujt marrin dhe barrën e financave, që ne femra duhet t'i kuptojmë. Sepse jemi rritur me atë kulturën që mashkullit duhet të fitojnë pare. Po jo, ka ndryshuar, ka dhe femra që sjellin më shumë të ardhur në familje. Po çfarë ne bëjmë, ne sjellim edhe stres meshkujve. Dhe i sjellim para një detyrë që duhet ato të mbajnë familjen tonë. Jo, edhe unë duhet punoj si femër, edhe mashkullit punojmë të dy bashkë ta bëjmë familjen, por mos ta lëm stresin e punës në familje. Kjo duhet. Që të jenë të shëndetshëm si familje, ta duan njëri tjetrin dhe të bëjnë një fillim të ri. Nuk ka rëndësi si ka qenë e kaluara, lësho.
Gjithmonë ka kohë për një fillim të ri dhe për një rikuperim është gjëja më e bukur të marrëdhënies. Amadea, gjithmonë kënaqësi të bisedojmë bashkë. Faleminderit edhe një herë. Më trego pak për eventin. Ne kemi datën 7 mars, një event shumë të bukur për shërimin e këtyre emocioneve, mendimeve tona që na sjellën deri edhe në sëmundje. Bashkë me zonjën Natali, apo jo? Natali nga Gjermania. Vjen nga Gjermania në datën 7 mars. Mund ta kontaktoni Amadea në çdo moment në rrjetet sociale, nëse doni të bëheni pjesë gjithmonë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë. Ne ju përshëndesim, kalofshi bukur ditën e sotme.